Ngjarje e rëndë ka tronditur zonën pranë fshatit Qungur, ku si pasojë e një aksidenti rrugor ka humbur jetën në vend Eldion Kelmendi, vëllai i fituesit të edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania Gjestit. Lajmi ka shkaktuar dhimbje të madhe te familja, miqt dhe ndjekësit e spektaklit, të cilët kanë dërguar mesazhe ngushëllimi për këtë humbje të parakohshme. Moderatori i njohur i Big Brother VIP Albania Ledion Liço ka ndarë publikisht dhimbjen përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram. Ai shpreu ngushëllimet e tij më të sinqerta Gjestit dhe familjes Kelmendi, duke theksuar se është thellësisht i tronditur nga kjo tragjedi. I trishtuar nga ky lajm i kopshëm për një familje të bukur që vetëm pak muaj më parë festonte gëzime. Bëhuni të fortë sepse këtë do të donte edhe angjëlli juaj, shkruan Ledion Liço në Insta Story. Ngjarja e rëndë ka prekur thellë opinionin publik, veçanërisht fansat e reality show, të cilët kanë shprehur solidaritetin e tyre me Gjestin në këto momente të vështira. Humbja e një të riu në rrethana të tilla e ka kthyer ditën në një ditë zie për shumë këmbë që e ka njohur apo ndjekur nga afër këtë familje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.